është i nevojshëm. Ta pranoj edhe ligjërimin për drogën, edhe për drogmenet, edhe për gjitha. Na kurse, për këtyre gjërave, se unë do bëj pyetje konkrete. Nuk ka marrë për një debat... Qëse ke pyetje konkrete, do kesh përgjigje konkrete. Jo, une nuk do t'jem cinik, po e përdore cinizme si që përdore atët me hershmin, atër do jam në nëve kisha për argumentet që ngrite. Unë të dëgjoj deri në fund dhe kërkoj të dëgjoj deri në fund. Jo, desha vetëm thëmë, po e përdore cinizmin, se kur t'kam mbrojt unë prej Edi Ramës, e t'edi mirë fort, nuk e fol këtë fjali. Po e vazhdove këtë mjë, po e vazhdove në këtë mënyrë, atëherë do t'jem po i njëjtë. Ti ke mbrojt vërtetën, s'ke mbrojt më. E kam mbrojt vërtetën. Po e vërteta nuk do t'kishte sukses, sikur unë mos flisja. Po kjo është çështje tjetër. Vërtetën ke mbrojt. Ke bërë punën tënde për të mbrojt vërtetën. Unë të vërtetën e kam mbrojt. Atëherë tash po e them prapë vërtetën. E the që unë do të ndërtoj një sakrificë karshi këtyre sulmeve që vinë nga ndërkombëtarët. E rrezikon Lul Bashën, liderin e Partisë Demokratike, e rrezikon Partinë Demokratike, duke u armiqësuar me të gjithë ndërkombëtarët, dhe ku e ka fundin kjo armiqësi? Për megjithatë, kjo duhet ta ketë një fund. Po. Edhe një herë duhet të sqaroj që premisa se Partia Demokratike është armiqësuar me ndërkombëtarët është një premisë e gabuar. Partia Demokratike ka marrëdhënie të shkëlqyeshme me komunitetin ndërkombëtar. Unë kam qenë në vizita të rëndësishme në Washington, në Bruxelles dhe do të jem prapë në ditët e ardhshme. Ku do jeni? Në të gjitha qendrat kryesore të vendimarrjes politike perëndimore. Përfshi Washingtonin? Në të gjitha qendrat kryesore do t'i keni hap pas hapi të gjitha detajet. Pra, pse? Pse pritem unë? Nuk pritem si njeri i problemeve, por si njeri i zgjidhjeve dhe i të ardhmes perëndimore të Shqipërisë. Ajo që unë ofroj. Po flasim për kryesësi politike. Atë po flasim. Ajo që unë ofroj. Dhe ajo që kryeministri aktual nuk ofron, është garancit për një Shqipëri të standardeve europiane dhe amerikane. Pa dyshim, dhe ti e ke parë këtë në deklaratat e ndërkombëtarëve, kauza e zgjedhjeve të lira të ndeshme, kauza e luftës kundër krimit, kjo standard, kauza e luftës kundër drogës është mbështetur. Standard. Ti çfarë pret? Që ndërkombëtarët thonë bravo që nuk jem parlament? Bravo që bojkoton? Po kjo nuk mund ndodh asnjëherë. Jo, e ke marrë përsipër, jo, këto janë mënyrat, e ke marrë përsipër një mandat të cilin ndoshta nuk takon, se e rrezikon Partinë Demokratike e cila atë vendosin demokratët dhe qytetarët dhe nuk e vendos askush individualisht sipas premisave apo fakteve të gabuara nga niset. Tani për çështjen që sapo the. Po. Të njëjtin qëndrim kam patur, jo ti, nuk e di që qëndrim ke patur atëherë, por të tjerët kur ne nisëm betejën dhe bojkotin e parlamentit. Nga fillimi deri në fund është deklarat. Madje edhe miqtë tanë në fillim nuk na kuptuan. Derisa faktet u shpalosën, derisa Parlamenti Evropian dërgoi një delegacion të posaçëm që i imponoi Edi Ramës ligjin ton për dekriminalizimin. Ne nuk kishim votat, siç nuk kemi votat në këtë legjislaturë, por të imponuar një ligj të tillë drastik. Kush e imponoi? Ndërkombëtarët? Një ligj të tillë drastik. Por drejtësia e kauzës nga njëra anë dhe që na dha forcën e argumentit dhe qëndresën çoi në një interes publik për çdo shqiptar. Nuk fitoi thjesht dhe vetëm Partia Demokratike dhe Lulzim Basha. Fituan qytetarët shqiptar me ligjin për dekriminalizimin. Sot jemi në një tjetër betejë, akoma më ekzistenciale, betejën për votën e lirë. Në qoftë se qytetarëve ju mohohet vota e lirë nga krimi, nga drogat bërnjishme pushtetin, Shqipëria shkon drejt një katastrofe totale. A mundesh betejën kundër drogës, kundër kriminalitetit ta bësh jashtë parlamentit. Nuk mund ndërtosh kauz jashtë parlamentit. Nuk mund, edhe nuk e kia drejt e ke fundit, me vendos Partinë Demokratike në një rrezik, duke ik nga parlamenti, duke rreziku kryetarin e saj, duke rrezikuar 20 vjet të ekzistimit të saj. Okej. Tani, ti po flet për Partinë Demokratike dhe fatin e Partisë Demokratike. Unë po flas për interesin publik dhe fatin e Shqipërisë. Këtu qëndron edhe ndryshimi. Ju e shikoni me syt e një ekuacioni politik. Unë e shikoj me syt e një misioni patriotik. Në ekuacioni politik do mendosh, ore, të ngren, të ull, merë më shumë deputet, merë më pak deputet. Në misioni patriotik, ajo që ka rëndësi është, do ketë vot lirë, apo do ketë zgjedhje pasardhëse. Nuk e ke Zoti Basha dhe karrierën. Po se ke Zoti Basha. Nuk e ke. Ta japun përgjigje për të fundit. Të dëgjova, le ta mbaroj. Të lutem, vetëm një sa. Po se e the një herë, mos e përsërit. Sa i përket vendimarrjes. Vendimarrja është një vendimarrje
e forumeve të caktuara nga Partia Demokratike për një vendimmarrje e tillë, që është kolegji i përbashkët i kryesisë Partisë Demokratike, grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe kryetarëve të degëve të Partisë Demokratike, që është praktikisht Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, i sankcionuar po kështu një zëri unanimisht nga të 27 partitë e tjera opozitare, përfshirë 5 parlamentare. Ky është një vendim jo personal, por një vendim i opozitës bashkuar, i Partisë Demokratike në forumet e saj më të larta vendimmarrëse dhe i sankcionuar tash 69 ditë nga protesta rekord në Europë, 69 ditë, 24 orë para kryeministrisë. A di kur Dhe edhe të fundit, e kundërta, braktisja kësaj agende publike për hir të ekuacioneve politike, pra kolltuqeve opozitare apo të çfarëdo lloji tjetër